Drejtuesi politik i qarkut Korçës Niko Peleshi zhvilloi një takim me të rinj në Pogradec ku theksoi rolin kyç të rinjve në procesin historik të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një atmosferë plot energji, Peleshi u shpreh se kjo nuk është një fushat si gjithë të tjerat, por një moment vendimtar për rrugtimin evropian të vendit, e i theksoi se për herë të parë brezi i ri shqiptar do të bëhet pjesë e BE-s, jo vetëm me frymë dhe aspirat, por edhe me pasaport. Ardhmja është një hap larg. Ajo barazohet me 5 minuta angazhim për të shkuar në kutinë e votimit dhe për të zgjedhur numrin 5, Partinë Socialiste, u shpreh Peleshi. Ai solli në vëmendje shembullin e Kroacisë, e cila nga 150 milionë euro që përfitonte para anëtarësimit në BE, sot merr 1.5 miliardë euro. Kjo është arsyeja pse ne besojmë se Shqipëria do të fitojë shumë nga ky proces, jo vetëm në politikë të jashtme, por edhe me rezultate konkrete për çdo qytetar, veçanërisht për të rinjt, tha ai. Peleshi gjithashtu ndau me të rinjt informacionin për ligjin për rinin, i cili u jep mundësi grupeve të vogla rinore të aplikojnë për fonde komunitare, pa pasur nevojë për struktura burokratike. Ai inkurajoi të rinjt të angazhohen në projekte komunitare dhe të bëhen pjesë aktive e ndryshimit. Ne kemi nevojë për energjinë tuaj, për idetë tuaja dhe për aktivizmin tuaj. Shqipëria që duam ndërtohet me ju dhe për ju, përfundoi Peleshi.